Alhamdulillah wa kafa, sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderim të nësi të akujme të Allah subhana të alus, ati përgjëm që të lafdroj dhe të begoj dërgunin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazhjeda. Të ndodhë lezër, gjdo filozofi, gjdo kultur, gjdo ideologi, gjdo religion, e ka një tem, ose një tezë, ose një koncept, që është themelore dhe është piknisje që ati përcaktimi. Madje, në koncepti më themelor i një ideologjie, shpesh është edhe emri i ideologjisë. E merr ideologjia ose filozofia emrin në bazë të temës kryesore. Dhe e njëjta është edhe domethënë për çështjen e feve. Domethënë feja mund të pas 10 mira tema, me po e ka një temë që është baza, në kuptimin që aty nëse mirët që temë e ki qel derën asaj feje. Nuk e ki pranuar çat temë, domethënë je lart domethënë për asaj feje. A ka Islami një temë të tillë? Padyshim që ka, domethënë ka temën e tauhidit, besimit në njëjësinë e Allahut, monoteizmit, që besojmë Allahun një. Allah azza wa jall është një dhe kjo tema që Allah është një, kjo te Islami është tema bazë kundrejt feve të tjera dhe përmbrëma e Islamit është tema e bazë e kumtesës origjinale të Islamit kundrejt sekteve. Po e përsëris, na në raport me fetë të tjera, çdo e kena temën bazë. Dhe na si idhtar të kumtesës origjinale, që ashtu që na ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kundrejt sekteve, pikërisht e kena si temë bazë çështjen e besimit në njëjësinë Allahut te barekuhu teala, që Allahu është një. Dhe nga e fillojmë na fetarin si individ, edhe nga e fillojmë na fetarin si kumtues. Do thonë, edhe te praktika jon, edhe te kumtimi e fillojmë pikërisht te tema e besimit që Allahu te barekuhu teala është një. E shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi për Abdullah ibn Abbasit, i cili thotë, e tregon kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dërguar Muadhin në Yemen si do thotë si delegat të tij për ta kumtuar fen atje, i thotë kështu: "Innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab." Jo thon Muadhit, i do shku me një vend ku njerëzit aty vende janë i thar libri. I thart e librit kanë pasur dogma fetare. Domthon hebrejtë dhe krishterët kanë pasur shumë tema të fejes, domethënë stabile, apo ose kanë pasur shumë tema të fejes të trashëguara nga profetët. Kështu që ti e ke në konsiderat që i duke shku me njerëz që cilët e kanë një background fetar, domthon para se me shku ti. Me po thot falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Dhe thira jote e parë që kemi u bë atyne, do të jetë që ata të njëjësojnë Allahun te barekuhu, ata besojnë Allahun një. Kjo që i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam, porosit pikërisht tek i thartë e librit, me nismë tauhid, na bën neve që aty ku nuk janë njerëz i thar libri, janë fjalabie, domethënë i thartë ideologjive që kanë shirk ose i thartë ideologjive që mohojnë fen krejt, prapë domethënë atë nxjerr të çikjo patjetërsueshmëri që me fillua davetin gjithherë me çështjen e tauhidit, me thirrjen që ketem sepse realisht që kjo është domethënë çështja më e madhe që ka të bëjë me të drejtën e Allahut subhanahu wa taala, sikurse e shënon Imam Buhariu Muslimi dhe Imam Ahmedi prej Muadhit, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pyet Muadhin, thotë: "A di cila është e drejta e Allahut kundrejt robëve dhe cila është e drejta e robëve ku domethënë të cilës të drejti vetë detyrohet Allahu subhanahu wa taala?" E pastaj i thot Allahu dhe i dërguari i tij e di më së miri, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot fa inna haqqa Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Thot e drejta e Allahut, të cilës drejt është e drejta e tij, merita e tij, të cilës drejt i detyrohen krijesat, është që ta adhurojnë vetëm Allahun dhe të mos i përshkruajnë Allahu subhanahu wa taala ortak. Thot wa haqqul ibadi ala Allahi an la yu'adhiba men la yushriku bihi shay'a, dhe e drejta e robëve, të cilës të drejt i vetë detyrohet Allahu, vetë e ka marrë si detyrë, është që të mos e ndëshkojë askë i cili domethënë nuk i përshkruan Allahu subhanahu wa taala, do thotë shirk edhe ortak. Saktësisht ligjrata e sotme ka të bëjë do thotë me spikat domethënien që Allahu është një. Me spikat domethënien që Allahu është një. Dhe kjo ka thirrja më e madhe, më e zëshme edhe më e hapta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethënë na kur folmi për fe, do të shumë qartë me tingëllu, shumë qartë mu kuptu, edhe shumë qartë mu theksu nga ne, domethënë çështja që Allahu është një, në hynshmërinë e tij, në të drejtën e tij për t'u adhuruar, edhe në emrat dhe cilësitë hyjnore. E shënon Imam Ahmedi, Sheikh thotë që hadithi është sahih prej dikujt prej fisit Malik ibn Kinanës, që thotë e ka bërë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një treg, domethënë të Mekës, duke thënë kësaj: "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illa Allah tuflihu." O njerëz, thuni la ilaha illa Allah, keni me shpëtu. Thotë dhe pastaj thotë e vrejsha prapa ti, thotë Abu Jahli e gjujke me dhej. E gjujke me dhej pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shenjë domethënë për buzje, edhe i thoi ke njerëzve: "Ayuhan nas, la yaghurrannakum hadha min dinikum." Edhe thoi ko njerëz, mos ju mashtrojë ky prej fesë suaj. Keni këtu një vëmendje, domethënë i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka drejtuar jo i tharëve të librit,
ju ka drejtuar një populli që ka besuar që janë pasardhës të Ibrahimit alayhis salam. Që i bie betejë u kon për me kthye dogmën edhe besimin në origjinën e parë, që është domethënë origjinë e besimit në Zotin një, pa domethënë ortak. Dhe Abu Jahli dhe ata të cilët i kanë takuar taborit të shirkut kanë besuar që ata janë trashëgimtarët e fesë Ibrahimit alayhis salam, i thotë fa inna ma yuridu litatruku alihatakum. Mos ju mashtrojë kjo se kjo t'u dash juve me ju çu me i lënë zotnat e juaj. Domethënë Abu Jahli ka kuptuar se thirrja për me thonë la ilaha illallah është thirrje për braktisjen e krejt zotnave dhe të adhuruarve të tjerë krahas Allahut subhanahu wa taala, wa litatruku Lata wal Uzza, dhe që të heqni dorë dhe ta braktisni Latin edhe Uzzën, thotë wa ma yaltafitu ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe dura Allah sallallahu alaihi wasallam nuk është kthy fare domethënë i kushtu vëmendje, domethënë Abu Jahlit që kjo edhe na jep një mësim që ne duhet të jemi të palëkundshëm edhe shumë të sigurt në davetin tonë të tauhidit, pa u lodh shumë domethënë me zhurmat rreth nesh. Pa u lodh shumë domethënë me poterët domethënë rreth nesh. Kështu që kur ka ardhur dikush te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çështjen e parë që ja ka nënvizuar në besatim ka qenë çështja domethënë e besimit, sigurisht shënimi Muhamedi Buhariu Muslimi për Ubad ibn Samit, thotë qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis tubay'uni ala an la tushriku billahi shay'a. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atyre që kanë qenë në ndjenjën me të, thotë ama jepni besën që nuk keni bë Allahut domethënë ortak, nuk keni pushu Allahut domethënë ortak. Domthon ama jepni besën që nuk keni me besu që ka dikush tjetër përveç Allahut në hynëshmërinë e tij, në të drejtën e tij për të adhuruar apo në emër dhe cilësi domethënë e tij absolute. Sigurisht e njëjta ka qenë edhe Herakliu kur e ka pyetur Abu Sufjanin, sigurisht e shënon Imam Buhariu prej Abdullah ibn Abbasit, thotë fa madha ya'murukum bih, thotë me çka ju urdhëron ky profet që pas ka ardhur. Edhe i thotë Abu Sufjani që atë ditë akoma ka qenë ditët e kufrit, thotë ya'muruna an na'budu Allaha wahdahu wa la nushriku bihi shay'a wa yanhana 'amma kana ya'budu aba'una. Thotë na urdhon që të adhurojmë vetëm Allahun dhe të mos i pushojmë Allahut ortak, dhe na ndalon nga adhurimi i asaj që kanë adhuruar domethënë prindërit e tonë. Këtë që thash deri tash, Kurani evidenton me dy ajete. Thotë Allah subhanahu: "Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun." Kur atyre u thuni la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ata thotë bëheshin kokfort, kryeneç edhe mendjemdhej. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Dhe thoshin a kena milona krejt të adhuruarit e tonë për një poet të çmendur. Që kjo ajet ose që kjo evidencë kuranore na nxjerr dy përgjigje për dy pyetje. Pyetja e parë, çysh ka qenë thirrja? Thirrja u kon që me adhuru vetëm Allahun. Mirpo e dyta që është shumë thelbësore, çysh është kuptuar thirrja? Thirrja është kuptuar që është braktisja gjithkujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Domethënë Kurani na sjell si evidencë të padyshmt apo që thirrja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u kon e qartë. U kon e qartë që duhet më besu vesh një, edhe më mohu gjithkusht tjetër domethënë krahas Allahut subhanahu wa taala, sigurisht domethënë kjo u kon thirrja e pejgamberit jo vetëm profetit të fundit, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Ne çdo popull e kemi dërguar një të dërguar i cili ka thënë njerëzve adhurojnë Allahun dhe shmangin gjithkujt tjetër që adhurohet domethënë krahas Allahut subhanahu wa taala, ose Allahu subhanahu wa taala shumë ajete kuranore ka përmend veçmas për shumë prej profetëve që e kanë pas prej thirrjeve të tyre ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, o popull jam adhuroni Allahun se nuk ka një tjetër krahas Allahut domethënë që meriton adhurimin. Kur ne themi që besimi në Allahun një është domethënë obligim, është tema më e madhe e Islamit, është porta e Islamit për çdo hijet e kështu me radhë. E kena për qëllim domethënë besimin në Allahun subhanahu wa taala, që Allahu është një në 3 vërteta fetare. Në 3 vërteta fetare. Vërteta e parë fetare që ne pohomi njëjësinë Allahut, ja pohomi njëshmërinë Allahut, qysh do që domethënë e përshtat me fjalën e tauhidit, qoftë si njëjësi apo si njëshmëri, ndërkaq tek çështja e foljes më shumë mban Allahu edhe më së miri njëjësoj, e quaj për një. Domethënë e para është domethënë besimi në hynishmërinë e Allahut subhanahu wa taala si një që krijon, furnizon, e drejton kozmosin, jep jetë, merr jetë e kësaj. Domethënë gjithë çfarë që ka të bëjë me vetit e absolutësisë që nuk i përshkruan dikujt tjetër përveç Zotit. Do thotë vetit që kanë të bëjnë me krijuesin. Domethënë Allahu është një në hynishmërinë e tij, një i cili krijon, furnizon e kështu me radhë. E dyta është besimi se Allahu është një në të drejtën e tij për të adhuruar. Askush përveç tij nuk meriton adhurimin dhe në asnjë formë adhurimi, domethënë nuk guzon në asnjë formë adhurimi nuk guzon ti kushtohet dikujt tjetër
krahas Allahu subhanahu wa taala, dhe e treta është besimi se Allahu është një në cilësi dhe emrat e tij, domethënë hynor, askush s'është si ai, edhe nuk i ka cilësitë dhe emrat e tij absolut përveç Allahu subhanahu wa taala. I morëm një nga një dhe pastaj dalmi te ajo që e konsideroj domethënë thelbi i ligjëratës, sepse këtë kjo është ndërtim, ndërkaq pas ndërtimit duhet me sprovu këtë ndërtim me disa argumente të cilat besoj domethënë janë të rëndësishme. Çështja e parë, besimi se Allahu azza wa jall është një në hynishmërinë e tij, që vetëm Allahu subhanahu wa taala është hynia që krijon, furnizon, jep jetë, merr jetë, drejton kozmosin e kështu me radhë. Thot Allah subhanahu: Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah është ai i cili juve ju ka kriju, pastaj ju ka furnizu, pastaj ju jep jetë edhe domethënë ju jep domethënë vdekje. Hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay? A ka dikush prej ortakëve dhe atyre që ju i përshkruani krahas Allahut? A ka dikush që mundet mi bëj çdo? A ka dikush që mundet mi bëj çdo? Do të thonë, nëse dikush shkon edhe i lutet dikujt tjetër krahas Allahut, shkon dikush tek një varri njëri të devotshëm, ose i lutet një profeti, ose dikush i lutet domethënë Isait alayhis salam e kësaj. Domethënë, çdo katër që ka përmend Allahu, krijimi, furnizimi, jeta, vdekja. A mundet me bëj dikush tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala? Don Allahu është një në hynishmërinë e tij. Allahu është një në hynishmërinë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se shënim Buhariu Muslimi, pra vëllai Mesudit kur është pyet ayu dhanbi a'zamu inda Allah, cili është mëkati më i madh tek Allahu, i ka thonë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit, i ka thonë Abdullah ibn Mesudit, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ka thonë është ti përshuash Allahut një ortak ndërkaq ai të ka kriju. Ndërkaq ai të ka kriju. Domethënë ti e pohon që s'ka tjetër që krijon përveç Allahut, ndërkaq ti po i përshun ortak atij i cili realisht është një në hynishmërinë e tij dhe rrjedhimisht është një edhe në të drejtën e tij për tu, domethënë për tu adhuruar. Thot Allah subhanahu: Ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi alaykum. O ju njerëz, kujtoni ju të mirat që Allahu u ka bërë juve. Kujtoni mirësitë që Allahu u bën juve. Thot hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard. Do ta keni krijues tjetër që ju jep juve rrezik edhe furnizim edhe mbarvajtjen e jetës juaj prej qiellit e tokës. A ka dikush që lëshon shiun edhe bimët edhe ushqenit që e bën dikush diçka të tillë përveç Allahut? Allahu subhanahu wa taala domethënë e spikat në Kur'an domethënë e njëjësisë së Allahut në hynishmërinë e tij si temë që duhet kryer për ta kuptuar pastaj denjësinë e tij për tu adhuruar. Përderisa ju e dini që kërkush nuk krijon, nuk furnizon, nuk mbarështon, nuk kontrollon, nuk jep jetë, nuk jep vdekje përveç Allahut, ky që është njën këto veti, atëherë është një domethënë edhe domethënë në të drejtën e tij të adhuruar, për të adhuruar la ilaha illa hu fa anna tufakun, nuk ka tjetër që meriton adhurim përveç Allahut, e çysh ju po shpefni. Çysh po e nxjerrni një koncept tjetër, ndërkohë domethënë po e pranoni domethënë njëjësinë edhe njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala domethënë në hynishmëri. E dyta është besimi se Allahu është një në të drejtën e tij për të adhuruar, askush me asgjë nuk meriton adhurimin përpas Allahut subhanahu wa taala. Në këtë përsërismë vazhdimisht në surën Al-Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë edhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Saktësisht kjo që na ja pohojmë Allahu subhanahu wa taala të drejtën për të adhuruar, është dallon nga ajo që e bojnë të tjerët. Të tjerët e adhurojnë Allahun, mirë po duke mos e pohuar njësinë. Domethënë adhurojnë Allahun dhe të tjerët krahas tij. Për shembull, konstatojnë që lutja është adhurim, mirë megjithatë ja kushtojnë lutjen Allahut, po ja kushtojnë krahas Allahut profetëve ose ja kushtojnë lutjen krahas Allahut shenjtorëve kështu me radhë. Ndërkësh ne e pohojmë Allahut dhe ja mohojmë gjithë kujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun." Pyet cilin do për profetëve që kanë qenë përpara teje, krejt profetë që kanë qenë më përpara, pyet a e kena bë dikan prej hynive, prej të adhuruar, mu adhurut krahas Allahut? Nuk ka. Domethënë, çdo profet, çdo mision, çdo proklamat profetike u ka në pikërisht me po uçeket. Do thotë njësinë e Allahu subhanahu wa taala domethënë në adhurim. Edhe realisht devimi më i madh i njerëzve është te çështja te kjo e vërteta e dytë. Vërtetën e parë, megjithëse shumë ka shkarje, megjithëse ka shumë domethënë rrëshitja më e madhe e njerëzve është domethënë e vërteta e dytë, çështja e njëjësisë së Allahut subhanahu wa taala për adhurim, sikurse e përmend Allahu subhanahu wa taala, thotë: "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Shumica nuk e besojnë Allahun ndryshe, vetëse duke qenë mushrikin, vetëse duke qenë idhujtar, vetëse duke besuar edhe duke i përshkruar Allahu subhanahu wa taala ortak. Saktësisht Allahu subhanahu wa taala në pjesën e parë të ajetit e pohon besimin, thotë: "Wa ma yu'minu aktharuhum", nuk besojnë shumica e tyre, vetëse pastaj illa wa hum mushrikun, domethënë e pohon pjesën e besimit në hynishmërinë e Allahut, që ata e besojnë Zotin si hynia i vetëm që krijon dhe furnizon, po nuk ja pohojnë Allahu subhanahu wa taala njësinë, domethënë për adhurim, ose ja pohojnë me deklarat,
po nuk e jetësojnë ata me praktik, saktësisht domethënë kur janë në rahati i lutën domethënë idhujve ose i lutën profetëve, shenjtorëve e kështu me radhë. Thot Allah subhanahu wa in sa'altum min khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Nëse ti pyet ata kush i ka krijuar tokën, kush e ka nështruar diellin, hanën, ata thonë Allahu, e pastaj qysh ata largohen edhe domethënë nuk i nështrohen kësaj të vërtetë. E treta është që besimi se Allahu është një në cilësi dhe emrat hyjnor, saktësisht kjo është përmbrena të vërtetës së parë, mirë po veçohet për disa domethënë karakteristika të jo aq domethënë të mëdha, mirë po megjithatë domethënë e nënvizojmë për arsye se domethënë ka më shumë se sa thjesht konceptet e bazë që kanë bënë me hynishmërinë, pastaj domethënë zgjenohen në njohjen e kësaj hynie të vërtetë, saktësisht kur besimi në njësinë e Allahut subhanahu wa taala, në emrat dhe cilësitë e tij absolute hyjnore ka të bëjë me atë që besojmë se kurkush nuk është si Allahu subhanahu wa taala dhe çdo emër që ka është domethënë i tij, është i përkryer dhe në llojin e vet, në natyrën e vet domethënë është absolut dhe i takon vetëm Allahu subhanahu thot Allah taala leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, nuk ka kurkush si Allahu subhanahu wa taala dhe ajo është që dëgjon dhe është dëgjues absolut edhe është domethënë shikues absolut, sikurse Allahu thot Allahu samad, Allahu është absolut, domethënë këtë krijesat kanë nevojë për të, askush domethënë edhe Allah nuk ka nevojë për kërkan prej krijesave të tij, la ta'khudhu sinatun wala nawm, Allah nuk e ka as ndërmjetje, as kohë, as domethënë gjumi. Këto janë cilësitë e Allahut te bareke ve taala. Çka që na besojmë që Allahu është një. Këtë çdo është kumtesa fetare. Ndën çdo kë kumtesa fetare. Na besojmë që Allahu është një. Çka që na besojmë që Allahu është një. A është natyrshmëria, nuk është natyrshmëri. A është eskalitur mrena në natyrën e njerit, me besu që është një apo nuk është eskalitur. Na besojmë bindshëm që është natyrshmëri. Dhe këtë pa Kurani, po dhe ka argumente. Thot Allah subhanahu: "Fa aqim wajhaka lid-din hanifa." Ti drejtoju dhe fetarinë tonë kushtoja Allah subhanahu wa taala me tauhid, me monoteizëm. Fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha. Dhe kjo është fitra, kjo është natyrshmëria, kjo është originaliteti që Allah subhanahu wa taala i ka krijuar njerëzit që në origjinë, që me besu Allahun një. La tabdila li khalqillah, dhe krijimtaria e Allahut nuk ndryshohet. Sigurisht është ajo pjesa e besatimit që e kanë dhënë Allahut kur na ka pyetur alastu bi rabbikum qalu bala, ai nuk jam unë Zoti juaj, dhe krijesat kanë thonë po gjithsesi. Mirë po, domethënë mbarim na e morëm si rregull që ndryshimi dhe devijimi vjen prej faktorëve të jashtëm, prej ndikimit të jashtëm. Për arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka marrë Abdullah ibn Abbasin, apo i ka thonë o çun po ti mësoj disa fjalë, ruaj Allahun, Allahu tron ty, kur të kërkosh kërko vetëm prej Allahut. Ja ka mësuar temat e tauhidit sepse është rregull, sa më i vogël, sa më i ri, është më afër natyrshmërisë. Edhe nuk i duhet atij shumë filozofia dhe shumë interpretime. Për arsye, kjo është edhe një thirrje që domethënë shumicën e energjisë edhe të fokusin ndave duhet me koncentruar tek të rritat, tek të vegjëlit, për arsye të natyrshmërisë së tyre që akoma nuk kanë ndryshuar shumë prej faktorëve të jashtëm. Ka ndryshuar, mirë po akoma ka ndoshta shpresa dhe pritshmëri domethënë për ndryshim. A ka prova që besimi në një Zot është natyrshmëri? A ka prova që besimi në një Zot, me besu që është një, nuk janë dy, nuk janë tre, nuk janë katër. A ka prova se në moment që ti e pohon dyshin, pohoj edhe 200-shin pastaj. A është e qartë? Më thonë ti tash ti jem në mes njëjësisë edhe shumësisë. Më thonë nuk ka këtu të bëj fjala bie tek një fe e cila i pohon 3, tek një fe e cila i pohon 2, tek të cilat janë menimi. Na nuk e bëjmë modallimin. Në moment që nuk e pohon njëjësinë, atëherë e ki pohua shumësinë. Shumësia a mund të jetë e kotë, edhe njëjësia e Allahut a mund të jetë një vërtet që e pohon natyrshmëria. Janë disa prej provave, mirë po për shkak të kohës, domethënë po kufizona me më pak prova. Prova e parë, thot Allah subhanahu: "O ma kana an-nasu illa ummatan wahida fakhtalafu." Thot Allah subhanahu wa taala, njerëzit nuk kanë qenë ndryshe vetëm një lloj, pastaj kanë ndryshuar. Njerëzit nuk kanë qenë në fillim vetëm një lloj, pastaj kanë ndryshuar. Ku është prova këtu që besimi në Allahun është një? Prova se është që ka të bëjë me temat që i morëm pak më herët edhe që kena ka përcyer në ligjatën e mëparshme. A je bind në njëjësinë e atij që krijon? A je bind në absolutësinë e atij që krijon? Ta shtrohet pyetja. Ky kur krijon, a krijon fillimisht shtrembër e pastaj do të mu drejtu, apo krijon një herë drejt e pastaj shtrembërohen? Nëse ti thu që krijon shtrembër, pastaj drejtohen, atëherë ku përshtatet kjo me absolutësinë e tij? Ti apo e beson si Zot se është i përkryer? Apo e beson si Zot sepse është i drejtë? Apo e beson si Zot se është i urtë me urtësi absolute? Atëherë, a mundet më konën versioni ose varianti i gabuar, esenca e pastaj duke ndryshu është kthyer në një të drejtë, apo në parim është e drejta dhe pastaj domethënë ka ardhur domethënë e kota dhe shtrembërimi. Dhe kjo është ligj që na shohim këtë në gjonat.
Në parim dihet që është formati i sakt, pastaj ka shtrembërime, pastaj ka deformime. Ndikon klima, ndikojnë rrethonat, ndikon ajo dhe kjo, edhe fjala bie një specie e caktuar, domthonë ndryshon. Ndryshimi është esenca apo origjinali i parë. Origjinali i parë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Natyra fillestare është tauhidi. Natyra fillestare është me besu që Allahu te barekuhu teala është një në hynëshmërinë e tij, një në të drejtën e tij për të adhuruar, edhe një domethënë në emrat dhe cilësitë e tij. Kështu që besimi i pastër është origjina. Besimi i pastër është origjina, ndërkaq këto të tjerat janë domethënë si pasojë e ndikimit të jashtëm. Ose një provë tjetër, që është domethënë mbi praktikës së njerëzve. Kjo ka të bëjë më shumë domethënë me praktikën e njerëzve. Thot Allahu subhanahu fa idha rakibu fil fulki da'u Allahu mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Thot Allahu te barekuhu teala, thot kur ata janë për anije, edhe ka kriza ku ballafaqohen me vdekjen, thot ata i lutën vetëm Allahut. Ata i lutën vetëm Allahut. Ndërkaq thot kur dalin rahati, kur ata i kalojnë rrezikun e ballafaqimit me vdekjen, thot ata pastaj fillojnë me i pushua Allahu subhanahu wa taala, domethënë shirk. Domethënë ndërdija edhe e vërteta e skalitun thellësitë e shpirtit, domethënë e kupton ose aktivizon natyrshmërinë kush mundet me të mund çka situatë. Kush mundet, domethënë saktësisht ti kur je ballafaqim me vdekjen, qoftë domethënë në krizën e ballafaqimit me vdekjen në anije ose domethënë në aeroplan e kështu me radhë. Ç'ka i bë kjo? Kjo i bë që kur përfundojnë mundësitë edhe shkaqet e relativi domethënë aktivizon përmbrena thirrjen e absolutit. Domethënë e di se den që to, domethënë janë sebepet e njerit, den që to janë mundësitë e njerit, den që to janë domethënë ligjet me të cilat jeton njeriu. Tash kush mundet me bëu diçka jashtë ligjeve? Tash i përcaktuar. Çto ligje janë përcaktuar nga absoluti. Nëse janë nga absoluti, atëherë absoluti është veshnjë, edhe ai domethënë ti natyrshëm e thirr veshnjonin. Natyrshëm e thirr veshnjonin domethënë për me të ndihmuar, dhe kjo praktika e njerëzve domethënë është një prej formave se si domethënë e tradhton cilin do ndoshta edhe i naçorin më të madh te çështja e mosbesimit për me e shpërfaqë domethënë çështjen e besimit. Për arsye, shkaku që besimi i pastër në Allahun një, çka që natyrshëm, Allahu e ka bërë çat dënimin e rënd ditën e gjykimit. Sepse Allahu nuk ka kërkuar diçka utopike, nuk ka kërkuar prej robëve diçka që është domethënë tepër e rënd për më kuptuar. Sigurisht e shënon Imam Ahmedi dhe Buhariu dhe Muslimi për Enesit, thotë yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah ara'ayta law kana laka ma 'ala al-ardi min shay'in akunta muftadiyan bih. I thuat banorit të zjarrit në ditën e gjykimit, çka nëse gjithë çfarë në tokë i shkon e jotja, a kishe dhënë për me shpëtuar pikë këtij trishtimi apo pikë këtij dënimit të ditës së gjykimit, ai thot gjithsesi që e kisha bë. Edhe i thuat qad aradtu minka ahwana min dhalik. Thot un kam kërkuar prej teje diçka që është më e lehtë. S'kam kërkuar ti më dhon këtë botën për me shpëtuar bizjarrin e xhenemit. Thot wa qad akhadtu alayka fi dhahri adam an la tushrika bi shay'an fa abayta illa tushrik. Madje duke qenë ti në shpinën e Ademit e besatu që mos më bësh shirk. U kom besa që mos më përshumu ortak tjetër. Mos më besu që ka dikush tjetër përveç Allahut, thotë dhe ti këmbgule vetë se domethënë më përshumu domethënë shirk. Kështu që Kurani, Suneti, natyrshmëria krejt e japin çka të vërtetë që Allahu është një. Ai është një në hynëshmërinë e tij, është një në të drejtën e tij për të adhuruar, edhe është një në domethënë në emrat dhe cilësitë e tij absolute. A jep të njëjtën domethënie, të njëjtin rezultat edhe logjika? E pohon logjika domethënë të njëjtën, gjithsesi se po, kjo temë vete, më po sirrish un po përpiqem diçka domethënë shkurtimisht sa për me e plotsu temën. Thot Allah subhanahu: "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu." O ju njerëz, ja po merret një shembull, ju dëgjoni atë me vëmendje. Thot innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Ata të cilët ju i lutni krahas Allahut, ata të cilët ju adhuroni krahas Allahut, nuk mundën me kriju as madje një mizë edhe nëse bëhen krejt bashkë. Domthonë menoj çdo që është duke adhuruar krahas Allahut. Menoj doni pejgamber, menoj doni idhull, kushdo që është duke adhuruar krahas Allahut. A mundën me kriju një mizë edhe nëse bëhen krejt bashkë? Kjo është sfida që Allah subhanahu wa taala e provokon logjikën e njerëzve. Thot pastaj Allah, pastaj thot: "Wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu." Thot edhe nëse madje miza e merr një diçka prej tyre, ata nuk mundën me shpëtu. Domthon janë aq të pafuqishëm, thot da'f at-talib wal matlub, i dobët është edhe ky që domethënë po lutet edhe ai i cili domethënë po i kushtohet lutja. Domethënë Allah subhanahu wa taala në sjell sfidimin e krijimit, edhe relativitetin e përhershëm të krijesës. Ç'ka bë kjo? Domethënë, a mundet me kriju dikush përveç Allahut? Nuk mundet. Nëse s'mundet kurkush me kriju përveç Allahut, atëherë Allahu është një. E dyta, a janë krejt tash lutën krahas Allahut? A janë relativ? Po, a mundemi me gjetë një krijesë që nuk është relative? A mundemi me gjetë një krijesë që mundemi ja pohu absolutësinë krahas Allahut subhanahu wa taala? Nuk mundemi. Atëherë përderisa këta janë relativet e përhershëm,
dhe në pamundësi për krim, atëherë i bie që është veshnjë dhe nuk mund të konë dikush tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Domethënë është argument jashtëzakonisht domethënë i lehtë për me kuptuar se me që krejt kanë në relativ, atëherë i bie që është një i cili është absolut dhe i ka kushtëzuar dhe i ka kufizuar këtë në botën e relativit. Domethënë ti je relativ, pse je relativ? Sepse vetë ki zgjedh më kon relativ. Jo, je relativ sepse ka përcaktuar që tu më kon ai i cili domethënë është absolut Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu taala: "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun." Thot kanë marrë ata për zota krahas Allahut, ata të cilët nuk mundën me kriju dhe vetë janë të krijuar. Nuk mundën me kriju dhe vetë janë të krijuar. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. As për vetë ata s'mundën as dëm as dobi se kanë dëmin as dobin dorë të vetës. Thot wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. As nuk e zotrojnë jetën, vdekjen, jetën edhe ringjalljen. Ç'i bie? Merret diku që është që adhurohet krahas Allahut, edhe më ne vetëm me pjesën e fundit të ajetit. A mund e përcakton jetën e vet? Jo. A mund e përcakton vdekjen e vet? Jo. A mund e përcakton ringjalljen e vet? Jo. Atëherë ç'mund të më kanë që meriton adhurimin krahas Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, Allahu te baraka ve taala e sjell këtu si domethënë si të vërtet logjike varësinë e krijesave. Domethënë, për jetën je i varur, për vdekjen je i varur, për ringjalljen je i varur, domin je i varur, dobin je i varur. Atëherë kush është ai i cili të ka bërë varur? Ai është një. Ai është Allahu te baraka ve taala. Krejt tjerë domethënë janë të varur sikur se ti, dhe nëse janë krejt si ti, atëherë çysh mundet ai shkon si ti me meritu adhurimin krahas Allahut subhanahu wa taala, kështu që domethënë Allahu subhanahu wa taala e ka bë ligjin e varësisë një shenjë prej shenjave për me kuptuar domethënë njësinë e Allahut te baraka wa taala. Argument tjetër thot Allahu subhanahu: "O ma kana ma'ahu min ilah." Nuk ka tjetër krahas Allahut. Nuk ka një tjetër përveç Allahut te baraka wa taala. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Sikur të kish pas, atëherë secili do të veçohej me krijesat e veta, edhe do të sundonte dhe mbizontonte mbi tjetrin. Secili do të mirte krijimet e veta, edhe do të sundonte mbi tjetrin. E morëm si shembull një prej krijesave më jetike të ekzistimit të jetës në tokë. Një prej krijesave më jetike për ekzistimin e jetës në tokë është shiu, është uji. Domethënë në tokë ka jetë sepse ka ujë. Tash çështja e lëshimit të domethënë shiut. Nëse shiu nuk kish nal kurr, a kish pas jetë? Nuk kish pas, domethënë me ligjin nuk ekziston jeta. Nëse si shkon kurr shiu, prapë domethënë nuk kish pas jetë. Nëse shiu është i ekuilibruar, tamam sa i duhet njerëzimit për me zhvilluar jeta domethënë njerëzore. Tash na e shtrumi si pyetje. Çi ky ekuilibër, kush e ka bë? Ekuilibrin e shiut. Nëse pohomi që ka Zota më shumë se sa një. Nëse pohomi se ka Zota më shumë se. Dhe të njëjtën kohë konsiderojmë që shiu është i ekuilibruar, atëherë na duhet të marrë ose ka një marrëveshje me zotnave, ose ka kompromis me zotnave, ose domethënë forma të tjera që janë domethënë pa logjikshme. Ta shtrohet pyetja. Nëse kish pas marrëveshje, i bie që dikush ju ka detyruar tjetrit. Atëherë ky është detyruar nuk është Zot. Nëse kish pas kompromis, atëherë i bie se ky tjetri suni ka rezizuar tjetrit, kjo është mangësi, ai që është i mangët nuk është Zot. Ose nëse i shkon domethënë njëri ka dhënë tjetrit përparësi, për çfarë do lloj arsye, ai i cili ia përparësi, domethënë i bie që nuk është domethënë i plotfuqishëm. Kjo si thot Allah subhanahu. Law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Nëse kish pas në qiell tokë dikush tjetër krahas Allahut, kish pas hyjni tjera krahas Allahut, qielli dhe toka ishin prish. Pse ishin prish? Se i shprish ekuilibri. I shprish ekuilibri. Dhe na domethënë ne shohmi kozmosin, edhe shohmi funksionimin e përpik kozmosit, edhe këtë kjo tregon që është një udhëheqësi e vetme, një udhëheqje e vetme, që është domethënë e Allahut subhanahu wa taala. Një argument tjetër logjik është ekzistenca jon, që e pohon domethënë që është ai që na ka sjellë në ekzistencë është një dhe nuk është dy. Cila është kjo? Ekzistenca jon është ekzistencë e mundshme. Ekzistenca jon është e mundshme. Ne kemi pas mos i mukon edhe mos mukon. Apo që ka ekzistenca e mundshme e pohon ekzistencën e patjetërsueshme, që është ekzistenca e krijuesit, ekzistenca e patjetërsueshme që është e Allahut subhanahu wa taala. Tash, a ka gjasë me pas më shumë se sa një ekzistencë të patjetërsueshme? Domthon, patjetër do të më ekzistojë dikush i cili e sjell ekzistencën e mundshme. Logjika thotë kësaj, nëse i kish pas më shumë se sa një ekzistencë patjetërsueshme, atëherë ku është logjika me shku te dyshi, nëse njëshi me dyshi nuk dallojnë kurrë. Domethënë, nëse na e pohomi dysin ose shumësinë, këta që janë pas njëshit, këta do të me dallu diçka prej njëshit. Dhe nëse dallojnë diçka prej njëshit, atëherë domethënë e hapet dera e probabilitetit të mundshme. Domethënë çka dallojnë këtu? Për shembull, ky furnizon e ky furnizon, dhe nëse hapet mundësia e logjikës që kjo ekzistencë, domethënë dallon pi tjetrës, atëherë kjo nuk është më e patjetërsueshme. Kjo është e mundshme. Kjo është domethënë e mundshme, por derisa domethënë na po e shtimi në probabilitet, mund të më kon çështo, mund të mos më kon çështo. Ndërkaq ekzistenca e patjetërsueshme është një.
e është domethënë ekzistenca e Allahut subhanahu wa taala, kështu që na nuk mundi me pohu një dallim mes njëshit dhe dyshit, vetë se domethënë i kena muhu të dytë. Moment që ti thu janë 2 ose 3, i bie që ata më nuk janë të patjetërsueshëm, po janë të mundshëm, kurse i mundshëm është vetë relativi, ndërkaq që i patjetërsueshëm është Allahu subhanahu wa taala, domethënë kjo është shumë e thjeshtë me kuptuar që Allahu subhanahu wa taala është një dhe domethënë nuk ka tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, sigurisht është edhe një tjetër argument logjik që Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa lam yakun lahu sharikun fil mulk, wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulm." Thotë Allahu subhanahu wa taala nuk ka të posedimi i tij, të mbretënia e tij, të ajo që ai e zotron, nuk ka një ortak, apo ne po e besojmë këtë, po e shohim kozmosin, po e shohim shion tek shembulli, po i shohim këtë këtu. Allahu nuk ka ortak, në krijim vet krijon, furnizon në vet, jep jetë vet, jep vdekje vet e kështu me radhë. Mirë po, thot walam yakun lahu waliyyun min adh-dhulm, edhe nuk ka një ndihmëtar që vjen nga bota e poshtërsisë. Nuk ka një ndihmëtar që vjen nga bota e poshtërsisë. Që i bie? Nëse të ekzistenca e patjetërsueshme nuk ka një ortak, atëherë a ka logjik me ekzistu pite ekzistenca e poshtërsisë, që është e relativit? Domethënë, nëse dikush fjala bie për shkakun sikur që është domethënë shirku i shumë sekteve devijuar që thonë na nuk i besojmë këta për hyjni, mirë po i morëm të adhuruar krahas Allahut si rrugë drejt Allahut, atëherë si rrugë drejt Allahut, pse se Allahu s'ka mujt me mingu lutjet e tona? Atëherë domethënë pja pohon Allahu dobësinë, ose nëse i shes si do thotë si formë prej formave të afrimit tek Allahu subhanahu wa taala, se Allahu nuk na pranon kështu si mëkatar, atëherë nuk e ka mëshirën absolute për mi dëgjuar robt e vet. Domthon çdo që e sheh dysin ose shumësinë e hyjnive dhe të adhuruar krahas Allahut, i veçi ti pushu Allahut prej botës së relativit. Dhe nëse ti pushu diçka prej botës së relativit, atëherë ti edhe ai je relativ. Domthon dha'uf at-talib wal matlub. I dopt relativ është ky shka po lutet, po edhe ai të cilit domthon po i kushtohet domthon lutja. Kështu që ortakëria besosh se ka më shumë se një, është mangësi. Për shembull, njëri kur është i fortë edhe i plotfuqishëm për me bën një si përmarrje vet, a është ti kanë ortakëri? Nuk është, sepse është më mangësi. Domethënë, në çfarë do lloj situate që ti e mendon, domethënë plotfuqia jote është më e mirë se sa domethënë ortakëria dhe shpërndarja me të tjerët. Dhe Allahu subhanahu wa taala është absolut, është i plot në emrat dhe cilësitë e tij, në hynshmërinë e tij dhe në të drejtën e tij për t'u adhuruar. Ashtu siç nuk ka Allahu subhanahu wa taala ortak në krijim, furnizim, kontrollimin e qiellit, tokës, dhënien e jetës dhe marrjen e jetës, nuk ka as ortak në të drejtën e tij për t'u adhuruar, qoftë lutja, qoftë qurbani, qoftë zotimi, çfarë do lloj adhurimi, qoftë namazi, qoftë domethënë adhurimet e zemrës, tevekuli e kështu me radhë, sigurisht nuk është kurrë si Allahu subhanahu wa taala, është i vetmi absolut, domethënë që i ka emra dhe cilësitë e tij domethënë të përkryera. Elos Allahu subhanahu wa taala me na forcu besimin në zemra dhe me na e bë sa më të qartë denjësinë e tij për adhurim dhe elos Allahu subhanahu wa taala me fytyrën e tij që me na rujt diçka prej hakut të Allahut më kushtu dikujt tjetër krahas Allahu subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.